Këtë pyetja e fundit dua të di, a lejohet imitimi? Ta imitojmë aktorët, që imitojmë dikën tjetër, apo atë person ose këtë person? Unë mendoj se... Pas mendimit ju, dua të di, a lejohet? Nëse kalon në tallje ose përqeshje, nuk lejohet. Domethënë nëse kalon në sepse është një sure wailul likulli humazatin lumazah. Mirë për ato që përqesh tall të tjerë, nuk është e mira e pjesë, sepse kalon në bullizim. Bullizmi jo dini, ndoshta edhe në disa njerëz që kalon në çmim, bullizim të palës tjetër. Nuk është e mirë. Ka qenë një film i njohur, Jokeri, tash ka qenë në kinema. E kam përcjellë atë film me vëmendje. Ne shpesh herë disa njerëz i bëjmë vetë vrasës. Ne shpesh herë i prodhojmë vetë kriminalet. Ne si qytetar, fatkeqësisht me thënë këto, duke i bullizuar njerëz, duke i privuar ata nga jeta. Kurse te imitimi i artit të aktrimit lejohet. Shembull, në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë ekzistuar artist edhe poet. Hasan ibn Thabit për shembull ka qenë një ndër krahët e djathtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka aktru, ka imitu, ka prozu, prozën, artin e ka promovu, edhe ka dalë në përbina të larta dhe ka buzëqesh, ka fol, ka aktru, a kupton ajo. Edhe pejgamberi alayhis salam domethënë ka përdorur artin për me depërtu te masa, depërtimin e artit me depërtu te masa. Lejohet depërtimi artit, depërtimi te masa me depërtu me fjalën e mirë, me mbjell fjalën e mirë. Ama nëse kalon në abuzim, atëherë mund me kalu edhe në haram, në ndalesë. Ama nëse është për të mirën e qytetarëve, për të mirën e popullit, për të mirën e njerëzimit, për të mirën e familjes, nuk ka kurrë ndalesë. Faleminderit shumë për intervistën. Falenderojmë dëgjuesit e shikuesit tanë dhe ftojmë të na bashkangjiten në kërkesën tonë për sponsor dhe sponsorizim. Jemi të hapur të bashkëpunojmë me të gjithë ata të cilët kanë dëshirë të bashkëpunojnë me neve dhe të gjithë së bashku. Faleminderit shumë dhe miru shikofshim dhe miru dëgjofshim. Faleminderit.